Kam qenë në një lidhje për 2 vite me një djalë që e kam dashur shumë. Në fillim gjithçka ishte perfekte. Më bënte të ndihesha si princesh, kujdesej për mua dhe më bënte të qeshja pafund. Por pas një kohe gjërat ndryshuan. Ai filloi të bëhej indiferent, nuk kishte më të njëjtin përkushtim dhe her pas here ndiej sikur më merrte të mirëqen. U përpoqja të flisja me të, por gjithmonë kishte justifikime. Puna, lodhja, stresi, derisa një ditë zbulova diçka që më bëri të dyshoj tek gjithçka. E pash duke shkëmbyer mesazhe me një vajzë tjetër. Ai më siguroi që nuk ishte asgjë serioze, ishte thjesht një gabim, por unë nuk mund ta pranoja dot. U ndava me të. Tani pas disa muajsh, ai po përpiqet të kthehet. Më kërkon falje vazhdimisht, më premton që ka ndryshuar dhe se e ka kuptuar gabimin. Problemi është që unë e dua ende, por nuk e di nëse mund ta besoj. Po sikur të më lëndoj përsëri, po sikur të jetë një cikël që do të përsëritet. Vajza të pa manual, çfarë do të bënit në rastin tim? A duhet të jap një shans të dytë apo duhet vazhdoj përpara? Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.